Gjarovës, Selamu alaikum, hoqë nderuar. Desha t'ju pyes për një çështje, sa është në rregull dhe çfarë argumentesh ka për këtë çështje. Po ndodh që disa vëllezër po distancohen nga muslimanët, duke thënë se po marrin sevapet dhe se po merren vetëm me veten dhe familjet e tyre. A është në drejt ky veprim? Allahu i shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuk është e drejtë mu largu për muslimanëve. Hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë më i miri i muslimanëve është ai i cili shoqërohet me musliman o yatahammal adahum edhe i bën shqetësimet që jasillin ata. Është e vërtetë se tunet me vëllezër musliman, do të shkojmë këtu në të ngurë me ta, por duhet të shoqërohu, të takuar namaz xumos, të takuar ndërsa, të takuar në aktivitete që janë të hajrit. Gjatë atyre aktiviteteve kanë edhe të ndur, kanë edhe ditë me rrejt, kanë edhe ditë me shpip, kanë edhe me mozarare të tjera. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë më i miri i muslimanëve është ai i cili shoqërohet me muslimanë, nuk është gjithë me ikë muslimanëve edhe me i bardh shqetësimet që i merr për tyre. Në hadithin tjetër, kushdo që dohet për muslimanëve, është sigurt delja që dohet prej kopesë dhe ankuki. Nëse s'rrimë musliman, nuk rrimë njerëzit e mirë, s'rrimë ato me kum kimonetën, kemi zavendësuar shoqërinë, kemi zavendësuar njerëzit për ka i merr këshillat dhe të tjera dhe kështu devijon. Por te nuk është rrugë e sunetit me u largu për njerëzve, kur s'ka qenë, as nuk ka më konë dhe ditën e kiametit. Rruga e sunetit është me u përzije me njerëz edhe me mujtë me dhëmë kontribut sa të munësh. Ta në të miru me familje, jepja ato hapun që e të kënë familje, se gjitha, Allah me musliman duhet më taku. Tu falë është tija s'vala kërkon. Ku shkon dërës dhe s'shkoj kërkon. Kone nga një si më kërkon, Allah alhamdulillah, që paske iman se iman me shito mohat. Wallahu a'lem.